Pyetja juaj është shumë e rëndësishme sepse ka të bëjë me atë pasardhësin që do të vazhdojë veprimtarinë e presidentit Trump. Dihet që fjala e zotit Trump në konferencë në bordin e paqes ishte shumë e ekuilibruar, i barazoi të dy pasardhësit e tij të deri tanishëm, siç e shpjeguat edhe juve që kanë mundësi për të vazhduar veprën e tij, por u bë ra në sy vetëm një fakt që lojtari kryesor i gjithë kësaj çfaqje jam unë, tha presidenti Trump. Kjo ishte kryesorja, këta janë zëvendësit e mi, do të provohen me kohë. Kemi një Rubio i cili ka një konsensus tepër të gjerë në jetën politike amerikane, është i vetmi nga Senati i cili ka marrë konfirmimin 100%, gjë që J.D. Vance nuk e ka marrë këtë gjë. Është një orator dhe një njohës i mirë i të drejtës ndërkombëtare, i cili në shumë raste paraqitet edhe merr edhe duartrokitje më shumë se sa edhe presidenti Trump. Prandaj me shumë shaka i tha, po ti je kaq rezultativ, ndoshta nuk je më me mua sepse çfaqja është imja. Në këtë kuptim, unë mendoj që gara midis dyve është një garë gjatë, dihet që rezistenca edhe pëlqishmëria që do të ketë presidenti Trump ndaj dy personazheve të rëndësishme të jetës politike amerikane do të variojë edhe në këto vitet që vjen. Janë dhe 3 vite dhe nuk e dim se si do të si do të shkojë. Prandaj është do gjë është hapur, po diçka ka tepër rëndësinë politikën amerikane dhe për një president si presidenti Trump, i cili është një president transformativ, një njeri që do të lë gjurmë në historinë amerikane dhe në si të tillë kërkon edhe garanci që vepra e tij të pasohet nga njerëz të cilët besojnë te ai. Domethënë, kemi një J.D. Vance i cili është më afër presidenti Trump për arsye se në lidhjet në politik kanë ardhur edhe nëpërmjet familjes, dihet që është shoku i ngushtë dhe është propozuar nga Trump Jr. Me djalin e tij. Kjo e bën më të sigurt në atë që ka të bëjë me trashëgiminë e vetë presidentit Trump, njeriu që do ta pasojë, sepse janë pak më të ngjashëm. Shumë mirë, do me thënë unë e besoj këtë që thonë juve, por edhe një garancim shumë se vjen nga lidhje të cilat e kanë trampaluar në politikën amerikane dhe sigurisht kanë edhe atë mirënjohjen që vjen nga kjo gjë. Gjë që nuk e ka presidenti sekretari Rubio, është një politikan i vetë bërë, një politikan tepër i suksesshëm, senator, kandidat për president, një njeri që ka dashur të japi alternativat e tij dhe në këtë kuptim konkuron me vlerat e tij sesa me njohjet ose garancinë që jep për rrugën e vazhdimësisë së presidentit Trump. Por pra një maga kompetitiv. Pra kemi po them një maga që është më shumë që është J.D. Vance, dhe kemi një republikan tradicional, pra si që janë me pak maga që është Marco Rubio. Kështu që do duhet deri në fund të shohim se sa do ta mbajë më të fuqishme magën se sa republikanët kanë përshtypjen zoti Trump. Kjo është e vërtet. Do me thënë, J.D. Vance edhe tani, në gjithë veprimtarinë e tij, përpiqet që duke qenë se është zëvendës president, do ta pasojë atë, përpiqet që të mbajë sa më mirë marrëdhëniet me magën. Është personi që ka një popularitet në maga, dihet që ka një popularitet tepër të lartë, mbi 38% ndaj kandidatëve të tjerë, ndërsa sekretari Rubio është një republikan tradicional, një republikan i cili ndoshta është më popullor dhe është në partnerët e tjerë përtej oqeanit, do me thënë në Europë, në vendet e tjera, me një politikë më konsensuale,
i ashpër ndaj kompetitorëve si që është Kina, Irani, Rusia, por një njeri që di të bëjë politik. Pra është loja e pushtetit, është një lojë që ka shumë të panjohur, nuk e dim, por ai që është e rëndësishme është që do t'i besohet një njeriu i cili do të vazhdojë politikën e presidentit Trump, ose do të ketë një korrigjim duke e vlerësuar transformimet që ka bërë kjo administrat, siç mund të bëj senatori Rubio në rrugën drejt një presidencë të re. Pak, kam përshtypjen, la të kuptohet preferencën e tij zoti Trump në atë intervistë kur tha që do më pëlqente një bilet JD Rubio. Pra, një bilet do të thotë që JD kandidat për president, Rubio zëvendës president, një dyshe që mund të maksimalizonte të gjithë votën, kam përshtypjen, si të magës ashtu dhe të republikanëve. Shumë e drejtë, kjo është për arsye se bashkon të dy polet të cilat janë të dukshme tashmë në të njëjtën administrat me vetë zgjedhjet e presidentit Trump. Prandaj, në këtë kuptim të dy janë të rinj, të dy mund të shkojnë së bashku për arsye se çdo kandidat për president ka një kohë të limituar prej 8 vjetësh dhe gjë që nuk i heq mundësinë edhe sekretarit Rubio që pas përfundimit po të jenë të suksesshëm, megjithëse në politikën amerikane rotacionet janë shumë të rëndësishme dhe nuk mund të shkojnë një qeverisje republikane do ta ketë shumë të vështirë të kalojë 3 ose 4 mandate pa u thyer me një administratë demokratike. Megjithatë, ju jep mundësi ky kompromis që presidenti Trump e shpreh shumë qartë për të bashkuar të dy pikat ndoshta që duken të ndryshme në administratën e tij për të bërë një jetë, domethënë një bilet fituese për zgjedhjet e ardhshme. Dhe kjo dyshe nëse është kështu do më duke si paka shumë si një Obama-Biden, ku Biden ishte personi që përgjithsisht merrej me politikën e jashtme dhe ishte i specializuar në këtë fushë. Po them JD Rubio. Në fakt është krahasimi është me shumë vend për arsye sepse midis Obamës edhe Bidenit, i cili ishte një senator me tepër eksperiencë, një njeri që ishte marrë me politikën e jashtme, sigurisht njerëzit mendonin që ishte shumë komplementar edhe ndihma që do t'i jepte Bideni në Obamës do t'ishte esenciale dhe kryesore. Në këtë kuptim, e njëjta gjë është për JD Vance-in, i cili vërtet është një senator karizmatik, një senator i cili ka patur ato luhatjet e tij, dihet që ka qenë një anti-Trump ekstrem, duke e quajtur edhe presidentin Trump si Hitler në fazat e para, pastaj është strukturuar duke parë tendencat e zhvillimit të politikës në kampin republikan dhe ka qenë një nga përkrasit në zgjedhjet e kaluara, përkrasit më të flaktë të presidentit Trump, duke ofruar atë energjinë e tij, por edhe influencën që ka në shumë rrethe të teknologjisë, nga të cilat ai vinte dhe bashkëpunonte me to. Mirë,